Zoti ju bekoft të gjithëve në ditën e sotme, çdo ditë e më shumë, çdo ditë që kalon, marrshim një shi bekimesh nga ana e Perëndis ton, sepse çdo ditë që kalon, ne duhet të jemi besnik atij, ta duam me gjithë zemrën ton dhe me gjithë shpirtin ton, me gjithë qenien ton. Ta duam Perëndin ton ashtu siç ai kërkoi, që duhet ta duam mbi të gjitha gjërat. Dhe gjëja kryesore jemi vetë ne. Kështu që ashtu si ne jemi besnik dhe duam dhe ndjekim atë, ashtu ai është besnik ndaj nesh dhe na bekon, na ruan dhe na mbron. Dhe falenderojmë Zotin për ato bekime, faleminderit sepse Perëndia na vendosi në këtë rrugë, sepse ne të gjithë jemi të privilegjuar. Për faktin që Perëndia na ka vendosur në rrugën e tij, ne çfarë bëm? Asgjë nuk bëm, nuk kishim asnjë merit në jetën tonë që Perëndia të na shikonte me sy mëshire dhe që Zoti të na ketë këtu në praninë e tij. Sepse këto janë premtimet e tij, ajo që lexuam te Isaia 55, që thotë se Zoti është kaq afër që duhet ta kërkojmë sepse ai është shumë afër nesh. Falenderojmë Perëndin ton sepse ai është Zoti i universit dhe ai që e qeveris atë. Mund të uleni në ditën e sotme, si gjithmonë, do të kënaqemi duke lexuar Biblën. Dhe jemi duke lexuar Ungjillin e Mateut. Dhe sot e ka radhën për të lexuar Mateu kapitulli 7. Dhe aty gjejmë shumë pasuri shpirtërore. Gjejmë përgjigjen e asaj që Perëndia bëri, ose si një përfundim po ashtu, rreth asaj që Perëndia i tha Mojsiut, të atyre premtimeve që Perëndia i bëri Abrahamit dhe pastaj Mojsiut, kur Perëndia formoi popullin e tij, ligjet ja dorëzoi Mojsiut, që populli i tij që ai kishte zgjedhur të përmbushnin fjalë për fjalë të gjitha urdhërimet, të gjitha ato rregulla, urdhra, dekrete, urdhërime, ligje që Zoti atje ja dha Mojsiut, dhe Zoti bënte atë premtim që kushdo që do t'i përmbushte të gjitha ato do të kishte jetë, por Zoti nuk po fliste për jetën fizike, por për jetën e përjetshme. Dhe kështu, Perëndia ynë, pa se populli nuk e kuptoi ligjin, nuk e kuptoi sepse Zoti po kishte vendosur në lashtësi, vendosi profet dhe mësues po ashtu, që të mësonin ligjin, por ata nuk e kuptuan pjesën shpirtërore të thellë, për mbajtjen e thellë të atyre urdhërimeve që Perëndia u kishte dhënë. Dhe ata ishin të prirur drejt gjërave tekstualisht, të kuptuarit të gjërave tekstualisht dhe që të përmbushnin gjërat fizike materiale që ishin më të thjeshtat, sipas fuqisë njerëzore më të thjeshtat, i bën sipas asaj që ne lexojmë në histori, por lanë braktisën gjërat kryesore, virtytet, cilësitë morale, virtytet që duhej të përmbusheshin po ashtu bashkë me gjërat fizike, me gjërat materiale, njëra me tjetrën, dhe kjo ishte ajo që më shumë Zoti kërkonte nga ana e popullit. Ai donte një zemër që ta donte, zemra që ta donin, që të përuleshin, që ta lëvdonin, ta përlëvdonin, që t'i bindeshin, të përmbushnin urdhërimet e tij. Ai donte këto zemra, por Zoti nuk i gjeti ato zemra sepse u dha liri
njerëzve që ata të merrnin vendimet e tyre dhe i vuri përpara popullit të dyja rrugët dhe u tha, ecni në këtë rrugë sepse bekimet janë këto, por nëse nuk bindeni atëherë rruga tjetër do të jetë ajo që do t'ju pres nga pasojat e mosbindjes. Dhe kështu kalojnë shekujt, vitet, dhe Zoti në mëshirën e tij vendoste profetët për të folur, për të thënë premtime për të ardhmen, dhe Zoti gjithmonë thoshte në ditët e fundit. Përmes gojës së profetëve të tij dhe fliste dhe bënte një sër premtimesh të mrekullueshme për të ardhmen, për ditët e fundit. Zoti Jezu Krisht erdhi në atë kohë, në ato ditë të fundit erdhi Zoti dhe ai erdhi për të përmbushur ligjin, fjalë për fjalë, ashtu siç Perëndia donte dhe gjithashtu për ta mësuar, për t'ia shpjeguar popullit. Dhe pasi përfundoi punën e tij, shpjegimin e ligjit, të mësuarit të ligjit dhe të zbatuarit të tij, atëherë Zoti tha, duke qenë se tani më gjithçka përfundoi, gjithçka u bë, gjithçka u realizua, tani po është momenti që ligji të zhduket si një metodë shpëtimi ose e jetës së përjetshme. Dhe do të fillojë një etapë e re, që ishte ajo e mbretërisë së qejve. Lajmi i mirë i shpëtimit. Gjithmonë ju a mësoj këtë, dhe që unë tani më e di që ka shumë mësues dhe mësuese që e njohin gjithashtu fjalën e Zotit dhe një ditë mund t'jenë aty përpara duke mësuar, por gjithashtu duhet pasur parasysh që ka shumë njerëz të rinj. Njerëz që i shtohen mësimit dhe ata kanë nevojë të mësojnë që nga fillimi. Siç mund ta shihni të dashur vëllezër dhe motra, që këtu nga kjo shkollë, askush asnjëherë nuk do të diplomohet. Askush nuk do të diplomohet, do të dalin mësues dhe mësuese, por jo me një grad, me një titull, sepse gjithmonë do të duhet të mësojmë për të gjitha klasat. Të gjithë këtu klasat, kopshti, çerdhja, parashkollori, të gjitha këto duhet të mësohen çdo herë dhe të arrim te pjesa e thellë për mësuesit. Por sidoqoftë, ne gjithmonë e konsiderojmë veten që jemi fëmijë përpara Perëndis ton. Ne nuk e konsiderojmë veten të rritur, por fëmijë. Por fëmijë po ashtu me një pjekuri në mënyrën tonë të menduarit, të vepruarit me urtësi, por me atë zemër fëmije që gjithmonë do t'jemi duke mësuar. Prandaj, unë mendoj vëllezër dhe motra, unë kur nuk jam lodhur duke lexuar Biblën. Unë gjithmonë e lexoj Biblën, e lexoj dhe gjithmonë kënaqem. Dhe gjithmonë është aty fryma e shenjtë. Unë besoj që edhe juve ju ndodh njësoj, që nuk do të lodheni duke lexuar Biblën, dhe kur nuk do të lodhemi, por gjithmonë do t'jemi duke reflektuar, sepse kjo në një mënyrë apo në një tjetër, gjithashtu është forma për të lëvduar dhe për të përlëvduar dhe nderuar Perëndin ton. Prandaj, ju do të më dëgjoni të them të njëjtën gjë çdo herë. Gjithmonë do ta them dhe gjithmonë njerëzit do të jenë aty gati për të mësuar. Kështu që sot me shumë gëzim do të vazhdojmë të lexojmë për të parë se si Zoti i mësoi popullit të Izraelit në lashtësi, u mësoi ligjin e Mojsiut, dhe ne sot po ashtu mësojmë sepse ligji është i njëjti, mbretëria e qejve. Urdhërimet e Zotit kur nuk skaduan, kur nuk skadojnë. Urdhërimet e Zotit vazhdojnë të jenë në fuqi që nga ajo kohë që Perëndia ja dha Mojsiut deri në ditën e sotme dhe përgjithmonë do të jenë urdhërimet e Zotit. Dhe kjo është ajo që ne i kërkojmë Perëndis ton që të na ndihmojë të vëmë në praktik fjalën e Tij. Amen. Mateu kapitulli 7. Atëherë thot Zoti, vazhdonte me mësimet e tij. Le të kemi parasysh që Zoti mësonte kudo, ndonjëherë shkonte në një sinagogë, ndonjëherë në rrugë, në sheshe,
në breg të detit ose në një mal, në çdo vend Zoti shkonte për të mësuar fjalën e tij, për të mësuar ligjin e Mojsiut, për ta shpjeguar. E përmbushte dhe jepte shembull, dhe i mësonte popullit si duhej përmbushur ligji. Dhe thot këtu, mos gjykoni, që të mos gjykoheni, sepse me atë gjykim me të cilin gjykoni, do të gjykoheni, dhe me masën me të cilin matni, do t'ju matet edhe juve. Kjo ishte në ligj. Në ligjin e Mojsiut, Perëndia i kishte thënë Mojsiut, mësoj popullit që askush nuk duhet të bëhet gjykatës i vëllezërve dhe motrave të tij. Askush nuk duhet të jetë gjykatës i vëllezërve dhe motrave të tij, sepse ai që konsideron veten gjykatës të vëllezërve, të shikojë së pari veten e tij, të shikojë të metat e tij, të shikojë jetën e tij, të shikojë dëshminë e tij, që të jetë në gjendje të shkojë të gjykojë. I vetmi që gjykon është Perëndia, sepse qenjet njerëzore, ne nuk dim, nuk kemi fuqinë për të ditur se çfarë ka në çdo zemër, në çdo qenje. Dhe nuk kemi aftësinë po ashtu për të ditur nëse ky bëri keq apo bëri mirë dhe cili është dënimi që meriton. Kështu që për këtë arsye, në atë kohë, populli, megjithse Perëndia kishte thënë që të mos bëheshin gjykatës të njëri tjetrit, megjithatë ata e bënin dhe kishte shumë padrejtësi në popull për shkak të shkeljes të këtij urdhërimi, të mos gjykuarit pa menduar. Në atë kohë gjejmë aty në Bibël një rast që do ta lexojmë kur t'i vi radha e leximit, kur gjykonin një grua sepse e kishin gjetur në momentin e shkeljes së kurorës martesore, dhe në ligjin e Mojsiut thuhej që çdo grua që kapej në shkelje të kurorës duhej të vritej me gur, kështu thoshte ligji. Dhe ata atëherë i quan Zotit Jezus një grua dhe i than u kap në shkelje kurore martesore dhe ligji Mojsiut thot që duhet të vritet me gur. Dhe Zoti u thoshte, ju po gjykoni, po e gjykoni këtë grua, po e dënoni me dënim me vdekje. Por Zoti mendoi, këta kanë mëkate të tjera të fshehura, gjithë se cili ka mëkatin e tij të fshehur. Me siguri do të më duhet t'ju anxjerr në fytyrë mëkatin e tyre. Prandaj Zoti në urtësinë e tij u tha atyre, thot, ai që beson dhe ndjen se nuk ka mëkat, që ecën pa njoll, pa mëkat përpara Perëndis, le të hedh ose le t'i hedh gurin e parë. Kjo ishte mënyra se si Zoti gjykoi aty përpara tyre për t'ju mësuar. Se si ata shkonin të gjykonin këtë grua dhe ata vetë nuk i gjykonin mëkatet e fshehura që kishin. Për këtë arsye Zoti veproi në këtë mënyrë kaq të urtë, të ditur, dhe thuhet se kur Zoti u ngrit për të parë se ku ishin ata që e paditën këtë grua, nuk ishte askush. Ku janë ata që të paditën o grua? Ikën, nuk janë. Zoti i thot, as unë nuk do të dënoj, por po të them që të mos mëkatosh më, të mos e bësh më, mos mëkato më. Shko. Aty ishte Zoti duke zbatuar urdhërimin e ligjit të Mojsiut, mos gjykoni pa menduar. Mos gjyko vëllezrit dhe motrat e tu, sepse edhe ti gjithashtu ke shumë mëkate, shumë gabime për të korrigjuar. Dhe për këtë arsye Zoti u thoshte atyre, nëse ju gjykoni me atë gjykim, ju do të gjykoheni po ashtu, sepse do t'ju thonë, po bëni këtë dhe atë gjë që nuk janë të hishme, të duhura. Kjo është ajo që Perëndia Zoti Jezu Krisht po mësonte këtu për gjykimin. Dhe në vargun 3 thot,
por përse e shikon lëmishten që është në syrin e vllait tënd dhe nuk e vre trarin në syrin tënd? Atë që tani më tham, dikush po gjykonte një person, por nuk kishte parasysh që edhe ai kishte mëkate të tjera, dhe që për ato mëkate mund të gjykohej po ashtu. Dhe në vargun 4, ose si thua vllait tënd, më lër të nxjerr lëmishten nga syri yt dhe ja trari është në syrin tënd? Si mundet një person pa pasur autoritet moral shkon dhe gjykon ose përpiqet të korrigjojë dhe të mësojë tjetrin sepse është kapur në mëkat, në gabim, dhe ai do ta korrigjojë dhe do t'i thotë: ti pse po e bën këtë mëkat kur këtu Bibla thot këtë gjë, urdhërimi i Zotit thot atë gjë? Atëherë ai është aty duke u përpjekur të mësoj tjetrin, por duke qenë se ai ka mëkatin e tij po ashtu, nuk ka autoritet moral që të shkojë të korrigjojë, të mësoj, nuk ka autoritet moral. Siç mund ta shohim, duhet të mësojmë që nëse ne do të gjykojmë ose nëse do të korrigjojmë dikë, të korrigjojmë kur shohim se dikush po kryen një faj, një gabim, dhe ne e korrigjojmë: ju përse e bëni këtë gjë, Perëndis nuk i pëlqen që ju ta bëni këtë gjë, por unë nuk shikoj atë që unë po bëj, atëherë nuk kam autoritet moral, me shumë mundësi personi tjetër nuk do të më respektoj, nuk do të më bindet, përkundrazi me siguri do të më hedh në sy gjërat e mia, po ashtu dobësitë e mia ose mëkatet e mia ose gjërat që ka parë tek unë, me siguri shpirtrat që janë aty në dieni, sepse armiku është në dieni duke i vëzhguar njerëzit, duke i njohur dhe i thot: po ti kush je? Ti kush je? Ashtu siç lexuam në Veprat e Apostujve, kur Simoni magjistari mendoi po dëbonte demonët sepse pa që apostujt i dëbonin demonët. Atëhera i thot: edhe unë do të dëboj demonët dhe unë do të bëj të njëjtën gjë, dhe thot: mirë, në emër të Perëndis, në emër të Jezusit nga Nazareti, në të cilin beson pali, dil nga aty, lëre të lira të person, filloi ta qortoi. Atëherë demoni që ishte në atë person brenda i thot: unë e njoh palin, e di kush është Jezusi po ashtu, por ti kush je? Dhe i thot: je një mëkatar, je më mëkatar madje se ai person që po qorton, që po gjykon dhe që po qorton. Ti ke më shumë mëkate. Dhe thuhet se ata demon i dhan një të rrahur, le ta themi kështu, ose mirë, u bën agresiv kundër këtij personi, aq sa ai iku lakuriq nga të gjitha ato që i bën frymrat e liga, sepse ata e dinin që ai nuk kishte autoritet moral, sepse kishte mëkate dhe ishte aty duke qortuar, duke gjykuar një tjetër. Atëherë demoni, frymrat erdhën kundër tij dhe ishin agresiv, dhe atij personi i shkoi shumë keq në atë moment nga të mos qenurit i sinqert. Kjo është ajo që mund të na ndodh në qenieve njerëzore. Ne, njerëzit, që njerëzit dëgjojnë mësimin ton, ose qortimin ton, ose këshillën ton, ose orientimin ton, duhet të japim shembull të mirë, dëshmi të mirë, duhet të kemi atë autoritet moral që ata të na dëgjojnë dhe të na binden. Ky do të ishte një aspekt. Prandaj Zoti Jezus, duke qenë se pas se të gjithë kishin mëkat, tha: ai që nuk ka mëkat, le t'i hedh gurin kësaj gruaje. Dhe kështu do të thoja që ka të drejtë ta gjykoj. Por të gjithë ishin në mëkat, nuk kishin atë autoritet moral për të mësuar, për të korrigjuar. Kjo nuk do të thotë që Zoti na ka premtuar neve në Ungjil, Zoti na ka premtuar, thotë që kur ne kthehemi te Perëndia me zemër dhe kur jemi të sinqert, thuhet se Zoti na jep fuqi dhe aftësi dhe autoritet që ne të mund të mësojmë persona të tjerë dhe t'i mësojmë dhe t'i korrigjojmë, t'i qortojmë që të ecin në rrugën e drejtë, në rrugën e së mirës, dhe Zoti do të na mbështesë, dhe atëherë këta persona do të na dëgjojnë dhe na binden.
Kjo është po ashtu ajo që ndodh, prandaj duhet të ecim mirë me Perëndin ton, që të mos bëhemi persona që gjykojnë pa menduar dhe që njëkohësisht kemi mëkate të fshehura aty. Jo, duhet të kemi autoritet që të mësojmë të tjerët, të korrigjojmë dhe të qortojmë. Kjo mundet, por duhet të jetohet një jetë e shenjtë dhe e drejtë. Zoti Jezus thoshte, ai që nuk ka mëkat, le të hedh gurin e parë. Kështu ndodhi, kështu që ne tani e kuptojmë. Kuptojmë që ne po mund të bëhemi një ditë në baballar ose nëna të njerëzve që t'i mësojmë, t'i qortojmë, mund të bëhemi në pleq ose plaka të kishës, për të mësuar, për të qortuar, për të korrigjuar, për t'i mësuar njerëzve të rinë në kishë mënyrën e mirë të jetuarit. Dhe atëherë Perëndia do të na mbështesë sepse sheh që zemra jonë është e pastër. Amen. Atëherë ata do të na dëgjojnë dhe ne mund t'i mësojmë. Mirë. Vazhdojmë këtu. Zoti është këtu duke bërë kritikën sepse ishin persona që kishin mëkat dhe gjykonin të tjerët. Në vargun 5 thot hiqe më parë trarin nga syri yt, do me thënë pendohu, jeton një jetë të shenjtë, të drejtë që në këtë mënyrë ti të mund të shohësh mirë dhe të mund t'i nxjerrësh defektin ose dobësinë personit tjetër. Dhe në vargun 6, mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni margaritarët tuaj përpara derrave. Ky është një varg jo i lidhur me pjesën sipër. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni margaritarët tuaj përpara derrave, që të mos i shkelin me këmbët e tyre dhe të kthehen dhe t'ju shqyejnë. Këtu jep të kuptuar se fjala e Zotit, bekimet e Perëndis, gjërat e Perëndis janë për t'ju dhënë ose për t'u ndarë me personat që na dëgjojnë, që duan të dëgjojnë për Perëndin, që duan të pranojnë gjërat e Zotit, që duan të mësojnë. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta, sepse qenët i shqyejnë. Sepse janë njerëz mosbesues, rebel, kokfort, të pabes. Këtyre personave ne nuk duhet as t'u flasim për Perëndin, as t'u themi, shikoni kini durim, ju lutem, shikoni që Perëndia do t'ju bekoj dhe tjetri mundet dhe të na sulmoj me ndonjë grusht, të thot, unë nuk besoj në asgjë dhe në askënd. Këta janë qenët, këta janë derrat që përçmojnë fjalën e Perëndis dhe për këtë arsye nuk mund të mësohen këta lloj njerëzish apo t'ju flitet për Perëndin, por ata vrumbullojnë kundër Perëndis dhe flasin kundër çdo gjëje që lidhet me Perëndin. Atëherë këta persona i lëm të flasin dhe nuk u themi asgjë nuk u themi, heshtim dhe i lëm të vrumbullojnë. Kjo është ajo që do të thotë që nuk duhet t'u jepen qenve gjërat e shenjta dhe as të hidhen margaritarët përpara derrave, që të mos i shqyejnë fjalën e Zotit. Ky është një varg i lirë që në të vërtetë nuk kishte shumë lidhje me atë që po lexonim për gjykimin e të tjerëve. Vazhdojmë më tej këtu në vargun 7 dhe thot: Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Perëndia mësonte në ligj lutjen. Mësonte popullin se ata duhet të luteshin dhe t'i kërkonin Perëndis bekime. T'i kërkonin Perëndis shëndet, bekimet materiale. Duhet të luteshin dhe t'i kërkonin Zotit. Duhet të besonin në një Perëndi në frymë dhe në të vërtet. Duhet ta bënin këtë gjë e mësonte ligji. Por për ne sot mbretëria e qejve vazhdon po kështu njësoj, t'i kërkojmë Perëndis ton, sepse ai është aty shumë afër nesh dhe ai do t'na dëgjojë. Por kjo po, si jetojmë ne përpara tij? Si është jeta jon? Jeta jon duhet të jetë një jetë e drejtë, një jetë e shenjtë përpara tij që ai të na dëgjojë. Vargu 8. Sepse kushdo që lyp merr, dhe ai që kërkon gjen, dhe atij që troket do t'i hapet, lavdi Zotit. Premtimi që kemi këtu nga Perëndia ynë. Premtimi që kemi nga Perëndia ynë, që lutja jon arrin përpara pranisë së tij.
dhe që Perëndia na dëgjon, dhe Perëndia na ruan dhe na mbron. Unë ju luta Zotit, unë u përula dhe ju luta Zotit dhe i fola për uraganët, sepse unë shoh që me të vërtet Florida goditet nga uraganët çdo vit. Dhe unë i lutesha Zotit dhe i kërkoja sepse kur japin lajmet, unë i lutem Zotit dhe Zoti më tha mos u shqetëso. Unë do t'i ruaj të mit. Do të ruaj bijtë e mi, ata që më ndjekin, ata që më duan. Do t'i mbroj. Gjëra të tjera më tha Zoti që unë po i mbaj për vete. Dhe këtë unë e besoj. Kam besim te Zoti, i besova Zotit. Unë nuk dyshoj. Mund të thonë çfarëdo që të thonë në lajme, por unë kam besim dhe i besoj asaj që Perëndia më ka thënë. Pra, Perëndia ynë është kaq afër nesh dhe ai këtu e premton këtë. Thot, ose cili është një njeri ndër ju që po t'i lypi biri buk do t'i jap një gur, ose po t'i lyp një peshk do t'i jap një gjarpër. Cili baba do t'a bëj këtë me fëmijët e tij? Askush. Perëndia ynë është Ati ynë. Ne jemi bijtë e tij, krijesat e tij. Jemi të tij. Dhe ai na ka bërë këto premtime, duhet të kemi besim tek ai. Të jemi të kujdesshëm, por duhet të kemi besim dhe duhet t'i besojmë atij. Dhe këtu Zoti thot, nëse pra ju që jeni të ligj, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, kur thot nëse ju që jeni të ligj, jep të kuptuar Zoti, nëse ju që po kryeni mëkat dhe po ofendoni Perëndin, dhe ju u jepni dhurata të mira bijve tuaj sepse i doni, aq më tepër Ati juaj që është në qej, do t'u jap gjëra të mira kujt? Atyre që ja lypin atij, sepse Zoti na do. Por përse? Sepse ne duam Perëndin ton dhe ndjekim rrugën e tij dhe duam t'i pëlqejmë atij në çdo gjë. Kjo është e mira që do të kemi nga ana e të përjetshmit, nga Krijuesi, thot 12. Gjithçka pra që ju doni që t'ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. E shikoni vëllezër dhe motra, si thuhet këtu që gjithçka që Zoti Jezus po i mësonte këtu popullit dhe dishepujve të tij ishte ligji, ishte duke shpjeguar ligjin. Këtu Zoti po fliste për ligjin. Persona të tjerë thonë që jo, që ky është ungjilli, sepse këtu nuk thuhet, sepse në dhjatën e vjetër nuk thuhet kështu në këtë mënyrë dhe këtu në dhjatën e re thuhet, por nëse ne fillojmë të lexojmë në thellësi fjalën e Zotit, urdhërimet kur Perëndia ja dha Mojsiut, aty gjejmë të gjitha këto që Zoti, me fjalë të tjera, ja tha Mojsiut për t'ia mësuar popullit. Mësoj popullin që të luteshin, që të besonin në Zot, që ta kërkonin Perëndin, që Perëndia nuk do t'i braktiste. Zoti thot kujdes me hakmarrjet, këtu në vargun 12, gjithçka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit, thot kështu ua bëni edhe ju atyre. Nëse ju doni të merrni të mira nga njerëzit, bëjuni të mira njerëzve që të merrni të mira po ashtu. Thot, ky është ligji. Ky është ligji Mojsiut, këta janë profetët, të gjitha këto mësime, i bekuar qoftë Zoti. Dhe këtu një mësim tjetër i bukur në vargun 13 thot, hyni përmes derës së ngushtë. Zoti thot, hyni përmes derës së ngushtë. Ky është ligji Mojsiut. Zoti thoshte Mojsiut, thua i popullit që të përmbushin të gjitha urdhërimet e mia, që nuk duhet të lënë asnjë presje, asnjë pikë pa përmbushur në ligj, që të përmbushin çdo gjë. Dera është e ngushtë? Po, është e vështirë, ka shumë gjëra që do t'ju duken sikur janë të vështira, por për ata që binden dhe ata që e duan emrin e Zotit, për ta nuk do t'jetë e vështirë t'i përmbushin, kështu që porta nuk është më aq e ngushtë për të pabindurit, për kokfortët, por për bijtë e Perëndis dera nuk është e ngushtë. Atëherë thot, hyni përmes derës së ngushtë, sepse e gjerë është dera
dhe e hapur është udha që të çon në humbje. Dhe shumë janë ata që hynë në për atë derë të gjerë, shumë janë ata që shkojnë në humbje, po përse? Nga kapriçoja, nga kokforcia, nga rebelimi, sepse nuk duan të nënshtrohen, të kërkojnë një Perëndi të gjallë, një Perëndi të fuqishëm, sepse nuk duan t'i pëlqejnë Perëndis ton, por duan të kënaqin trupat e tyre, jetën e tyre, zemrat e tyre, ndjenjat, duan t'i kënaqin këto, dhe kështu që duan t'i bëjnë gjërat sipas mënyrës së tyre, të shijojnë botën, të jetojnë botën, kënaqësinë dhe të bëjnë çdo lloj mëkati, sepse kjo është ajo që u jep kënaqësi. Atëherë Zoti thot për ta, po dera është e ngushtë, nga kokforcia dhe rebelimi, nga mosbesimi, sepse nuk kujtohen që ekziston një Perëndi, një krijues, që krijoi qejt, tokën, universin. Kështu që logjikisht dera është shumë e ngushtë dhe shumë e vështirë për të hyrë, por kjo po në derën e ngushtë janë shumë ata që hynë. Thot, sepse e ngushtë është dera, thot në 14, sepse e ngushtë është dera dhe e shtrënguar është udha që të çon në jetë. Dhe pak janë ata që e gjejnë atë derë ose atë udhë të shtrënguar. Pak, sa e trisht. Sa e trisht që Zoti ka thënë këtë, që shumë pak janë ata që i gjejnë atë udhë të shtrënguar, atë derë të ngushtë për ta ndjekur, për të fituar jetën e përjetshme. Ne duam t'i lutemi Perëndis ton dhe t'i kërkojmë Perëndis ton mëshirë për të gjithë. Dhe kur ne kemi mundësinë të flasim me ndonjë person ose të lutemi, e bëjmë me gjithë zemrën ton duke dëshiruar që ai person të kthehet te Perëndia dhe të jetë një person më shumë që të ndjek këtë rrugë të ngushtë, këtë portë që të mund të hyjë në derën e ngushtë. Kjo është dëshira jon, që të ketë shumë njerëz, burra dhe gra, që ndjekin këtë rrugë, që e duan Perëndin, që të vazhdojnë, sepse nuk është vetëm të fitosh jetën e përjetshme, nuk është vetëm të arrish shpëtimin, por edhe të jetosh në jetë, të jetosh në botë duke bërë të mirën, duke jetuar në harmoni, në paqe, në lumturi dhe duke u bërë të mirën të tjerëve, që kjo është diçka që jep kaq shumë lumturi dhe kaq shumë mirëqenie në qenien njerëzore kur bëhet e mira, kur jemi mirëdashës, të mëshirshëm, kur nuk i dëshirojmë askujt asnjë të keqe. Të gjitha këto japin kënaqësi sepse është Perëndia që është me ne, dhe Perëndia na ndihmon të bëjmë të gjitha këto gjëra dhe na jep atë paqe dhe atë lumturi. Ka persona që kur dëgjojnë profeci, kur Perëndia u flet, thon, ndjeva paqe, ndjeva shumë paqe, ndjeva shumë lumturi, sepse kjo është ajo që Perëndia na jep, kjo është ajo që Perëndia jep. Prandaj hiqni ashpërsinë e zemrës, rebelimin, neglizhencën, krenarin, kotësin, ndaloni së menduari çfarë do të thot familja ime, çfarë do të thot shoqëria, çfarë do të thot shoqëria, shtresa e lartë, çfarë thon shtresat e larta shoqërore. Jo, Perëndia është i pari, mirëqenia juaj, lumturia juaj vjen e para. Lumturia juaj është para çdo gjëje në botë, familjes apo miqësive, apo posteve. Këto nuk japin paqe, nuk japin lumturia. Perëndia është i vetmi që e jep, i bekuar qoftë Zoti. Dhe këtu në vargun 15 thot: "Po ruhuni ose kini shumë kujdes nga profetët e rrem." Kujt po i fliste? Popullit e Izraelit. Përse? Sepse populli i Izraelit kishte pasur mundësinë të kishte shumë profet. Perëndia vendosi shumë profet në popullin e Izraelit, shumë. Dhe ata profet u përndoqën dhe vriteshin kur ata u profetizonin dhe qortonin mbretrit ose qeveritarët ose krerët, i qortonin, i këshillonin të largoheshin nga mëkati, që të bënin vullnetin e Perëndis. Atëherë ajo që ata bënin ishte t'i kërkonin këta profet për t'u marrë jetën.
Pra duke jetuar në situatën e përndjekjes së profetëve, kishte disa që për të shpëtuar jetën e tyre u kthyen në profet të rrem, për të shpëtuar jetën e tyre, kështu që këta profet thoshin, unë do të shpëtoj jetën time dhe unë do të bëhem një gënjeshtar, dhe kur mbreti të më thëras, ose kur qeveritarët e lartë të më thërasin për të parë nëse ka ndonjë fjalë nga ana e Perëndis, unë u profetizoj çdo gjë që ata duan të dëgjojnë. Ata duan që unë t'ju them gjëra të bukura, atëherë gjëra të bukura do t'u them. Kështu që ata ishin të lumtur dhe duke qenë se mendonin së pari që të kënaqnin njerëzit, të kënaqnin gjërat materiale të jetës përpara Perëndis, atëherë Perëndia i largonte, i linte vetëm, largohej fryma e Perëndis prej tyre, fryma e Perëndis largohej nga ata profet dhe atëherë ktheheshin në profet të rrem dhe fillonin të profetizonin gënjeshtra, mashtrime për të mashtruar popullin, për të mashtruar qeveritarët, mbretin, për t'i mashtruar të gjithë. Kështu që prandaj kur ngrihej një profet i vërtet i Perëndis, atë nuk e besonin ose e kërkonin për t'i marrë jetën. Kjo ndodhte. Dhe këtu Zoti Jezus po i thot popullit të Izraelit, sepse ai po u predikonte atyre judenjve, izraelitëve po u predikon. U thot, por ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinte ju me të veshur delesh, por për brenda janë ujqër grabiqar, duke bërë si kur kishin gjërat e Perëndis dhe nuk kishin gjërat e Perëndis, dhe si kur ishin duke shtrembëruar rrugët e njerëzve. Bënin të keqen dhe u thoshin, po vazhdoni, bëjeni atë që po bëni, kështu është mirë, është në rregull ajo që po bëni. Kështu si po jeton, kështu si që mendon, bëje është shumë mirë. Pra nuk kishte profet të vërtet. Profeti i vërtet kur u ngrit Gjon Pagzori, atëherë ati nuk i besuan, por e vran. Por kishte të tjerë profet të rrem atyre po u besonin dhe Zoti këtu po u thot, ruhuni, kini kujdes prej tyre nga profetët e rrem, thot Zoti, që ju ta kuptoni që janë të rrem, shihni frytet e tyre, nga frytet thot, do t'i njihni nga frytet e tyre. Thot, a vilet val rush nga ferrat, apo fiq nga murrizat? Po u referohej Zoti atyre profetëve në ligjin e Mojsiut, për profetët e popullit të Judës. Zoti po u mësonte ligjin e Mojsiut, le të mos e harrojmë këtë. Kjo nuk ishte fare të bënte me pjesën pas ungjillit të Jezu Krishtit. Ky është një mësim për popullin atë kohë që Zoti ndihmoi që t'u hapeshin sytë të gjithëve dhe po u qartësonte doktrinën. Dhe u thot, do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallrush nga ferrat, apo fiq nga murrizat? Kështu çdo pemë e mirë jep fruta të mira, por pema e kalbur jep fruta të këqija, u thot Zoti. Ju do të shihni shembullin dhe dëshmin e atyre profetëve. Nëse ju shihni se ata profet po japin dëshmi të keqe që po jetojnë në mëkat, mos u besoni. Mos u besoni sepse nuk kanë nga gjërat e Perëndis. Është një pemë që jep një fryt të keq. Kështu që ju në këtë mënyrë mund të dalloni profetin e mirë ose profetin e rrem. Këtë Zoti po u mësonte atyre. Sepse më pas do të flasim për profetët që Zoti vendosi në kishën e tij. Në kishë. Për këtë do të flasim më vonë kur të dalim nga këtu nga ungjit, këtu Zoti po mëson ligjin dhe po e përmbush atë. Kështu që më vonë do të flasim për profetët e sotëm, për ata që janë ngritur që nga 2000 vjet e këtej pas Krishtit Jezus. Më tej do të flasim për ta. Këtu po flasim për ata të popullit të Izraelit, të kohës së ligjit të Mojsiut, në 18. Një pemë e mirë nuk mund të jap fruta të këqija dhe asnjë pemë e kalbur të jap fruta të mira. Çdo pemë që nuk jep frutë të mirë pritet dhe hidhet në zjarr, prandaj do t'i njihni nga frytet e tyre. Kjo ishte mënyra se si ata mund të dallonin atë që ishte i Perëndis dhe atë që jo, nga shembulli i tij, nga dëshmia e tij. Vazhdoj me vargun 21. Thot Zoti, jo kushdo që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qejve. Këtu po fliste për një të ardhme,
Jo kushdo që më thot Zot, Zot, do të hy në mbretërinë e qejve, por cili ai që bën çfarë? Që bën vullnetin e Atit tim që është në qej, dhe cili është vullneti i Atit, që të përmbushen urdhërimet e Zotit, të gjitha urdhërimet. Dhe të gjitha urdhërimet aty gjendet çdo gjë që quhet mëkat, çdo gjë që quhet mëkat, çdo gjë e keqe gjendet te urdhërimet e Zotit. Dhe Zoti thoshte ai që përmbush urdhërimet e mia, ai do të jetë ai që do të hyjë ku? Në mbretërinë e qejve. Ai që do të jetë në mbretërinë e qejve, ai që përmbush urdhërimet e Perëndis ton, të mos kryej mëkat, sepse ky është një rregull, një parim, një dekret që është aty ndër urdhërimet e Zotit. Dhe në vargun 22 thot Zoti, shumë do të më thonë atë ditë, në atë ditë në cilën ditë, në ditën e gjykimit. Kur ne lexojmë në librin e zbulesës, aty gjejmë çdo gjë që do të ndodhë në fund të gjithçkaje, në fund të botës, dhe lidhur me fundin atje mësojmë dhe lexojmë shumë për këtë çështje, dhe thot Zoti, shumë do të më thonë atë ditë, do me thënë ditën e gjykimit, kur Perëndia të nisë të gjykojë të gjallët, të vdekurit, të gjithë do t'i gjykojë dhe gjithsecilin do ta dërgojë në një vend të caktuar sipas jetës së tij. Dhe thot, shumë do të më thonë, Zot, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? Zot, kujto që unë isha profet. Zot, unë isha profet, por rezulton se kjo pjesa e profetëve, Zoti i dha profet në dhjatën e vjetër popullit, por në Ungjil po ashtu Zoti vendosi profet. Këtë e gjejmë mëtej atje për shembull në librin e Efesianëve 4:11 që thuhet se Zoti Jezu Krisht në kish vendosi profet, ungjilltar dhe mësues. Zoti i vendosi ata në kish, atëherë duke qenë se ai vendosi profet, po e njëjta gjë mund të ndodhë, që mund të ketë profet të rrem po ashtu, sepse janë njerëz hipokrit që nuk pendohen para Perëndis dhe që janë ambicioz lakmitar që duan paran, që u pëlqejnë gjërat materiale të jetës, atëherë sigurisht fryma e shenjtë nuk do të jetë me ta duke i mbështetur, atëherë i lë vetëm dhe kthehen në të rrem. Kështu që do të ketë po ashtu shumë njerëz, një lloj siç kishte njerëz në lashtësi që u kthyen në të rrem, sepse u blen nga gjërat materiale të jetës, dhe po ashtu, brenda ungjillit të Zotit do të ketë shumë persona që pasi kanë qenë duke profetizuar, kthehen mbrapa, kthehen në botë dhe nuk vazhdojnë në rrugën e Zotit, qëndrojnë duke profetizuar për një kohë ose duke vendosur duart dhe kthehen në botë dhe kthehen përsëri të jetojnë jetën e botës dhe harrojnë Perëndin. Dhe për ta dhe për profetët e lashtësisë vjen vargu 22. Shumë do të më thonë atë ditë, në ditën e gjykimit, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd dhe i dëbuam demonët në emrin tënd dhe kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë do t'u rrëfej atyre, thot Zoti, si u kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. Lexoni vargun 23. Dhe atëherë do t'u rrëfej atyre, si u kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. Sa e trisht që këto vargje Zoti do t'ua thot në fytyrë atyre profetëve të dhjatës së vjetër, të kohës së ligjit të Mojsiut dhe gjithashtu të kohës së ungjillit të Zotit Jezu Krisht. Sepse ashtu siç Perëndia vendosi profet në lashtësi, në ungjillin e tij gjithashtu ka profet. Kështu që po ashtu ka njerëz rebel dhe kokfort, njerëz që nuk duan ta ndjekin rrugën e Zotit, por rebelohen kundër Perëndis. Mirë, ne na mbetet të bëjmë çfarë? Të lutemi për këta persona, të lutemi për këta njerëz, por do të ekzistojnë sepse nëse Zoti e thot këtu është sepse do të ekzistojnë, por mirë ata dhe ne do të jemi duke i kërkuar mëshirë Perëndis ton për të gjithë këta persona që kanë ardhur. Për shembull, ne lutemi për njerëzit që vinë në kish dhe i kërkojmë Zotit që t'i mbajë në rrugën e tij, që t'i mbajë në dorën e tij të fuqishme, që njerëzit të vazhdojnë përpara rrugën deri në ditën e vdekjes së tyre, që njerëzit të mos largohen, të mos ikin sepse Perëndia bekon,
por ata duhet të vazhdojnë deri në fund të jetës së tyre. Kjo është ajo që ne bëjmë dhe lutemi gjithmonë. Lutemi për njerëzit dhe i kërkojmë Perëndis, dhe kur vëm duart i kërkojmë Perëndis bekim për çdo person, sepse duam që të gjithë të ecin në udhën e shtrënguar, që të hyjnë në derën e ngushtë, që të fitojnë jetën e përjetshme. Kjo është lufta jonë, i bekuar qoftë Zoti. Perëndia na ndihmoft. Faleminderit Perëndis ton, që unë besoj se Zoti do të na ndihmoj nëse e duam me sinqeritet. Ai do të na ndihmoj të arrijmë këtë. Mirë, këtu në vargun 24 thot, kushdo pra që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i bën, cilat ishin fjalët e Zotit, gjithçka që ai po u mësonte. Thot, do ta krahasoj këtë person që më dëgjon dhe bën gjithçka që unë i mësoj, do ta krahasoj me një njerëz të mençur që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Dhe ra shiu dhe erdhen lumenjt dhe fryn erat dhe u përplasën me atë shtëpi dhe nuk ra shtëpia sepse ishte si themeluar mbi shkëmb. Pra thot se ai njeri i mençur diti ta ndërtoi shtëpinë e tij në mënyrë të tillë që kur kaluan të gjithë uraganët, shtëpia nuk ra sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Por këtu po flet për besimin dhe për sigurinë në Zot, që ta kemi zemrën ton të lidhur me Perëndin ton. Thot, në vargun 26, dhe kushdo që i dëgjon fjalët e mia dhe nuk i bën, gjithçka që kemi dëgjuar nga mësimet që Zoti ka dhënë këtu, thot, dhe kushdo që i dëgjon fjalët e mia dhe nuk i bën, thot, do të krahasohet me një njeri budalla që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër, dhe ra shiu dhe erdhen lumenjt dhe fryn erat dhe u përplasën me atë shtëpi, dhe ajo ra dhe rënja e saj që e madhe. Kjo është jeta shpirtërore e burrit ose gruas që dëgjon fjalën e Perëndis dhe përmbush urdhërimet e Zotit. Dhe gjithashtu shembulli i një burri dhe i një gruaje që e dëgjojnë fjalën e Perëndis ton dhe nuk i japin rëndësi dhe harrojnë Perëndin dhe fillojnë dhe vazhdojnë të jetojnë në të njëjtin mëkat, kështu që jeta e tyre shpirtërore shkatërrohet në çdo moment të jetës. Por ne duam të jemi ata që ndërtojnë shtëpinë mbi shkëmb. Dhe shkëmbi është Zoti ynë. Dhe ne duam të jemi të themeluar, që themeli ynë të jetë ai shkëmb i përjetësisë. Zoti ynë, na ndihmoft ai. Na ndihmoft Perëndia të jetojmë këtë jetë. Këtë jetë që po e jetojmë në këtë botë, Perëndia na ndihmoft ta jetojmë deri në ditën e fundit të jetës tonë, të na ndihmoj ta jetojmë me të, duke ecur me dorën e tij, duke ndjekur hapat e tij, duke punuar, duke fituar shpirtra, duke u ngjillëzuar, duke dhënë shembull të mirë, duke dhënë dëshmi të mirë, duke mësuar doktrinën. Kjo është puna që Zoti na ka dhënë. Ne duam të bëjmë vullnetin e Zotit. Duam t'i pëlqejmë Perëndis ton. Thot këtu në vargun 28, dhe ndodhi që kur Jezusi i mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitur nga doktrina e tij, sepse ai mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribët. Skribët ishin ata që mësonin ligjin të shtunave. Ishin shkruesit, ata që shkruanin gjithçka që lidhej me Perëndin, dhe supozohej që mësonin ligjin dhe supozohej që ishin të parët që duhet ta përmbushnin, dhe megjithatë populli pa që kjo nuk ishte kështu. Dhe kur ata dëgjuan Zotin Jezu Krisht duke u mësuar, u habitën dhe thoshin se Zoti po kishte autoritet për të mësuar, dhe u mahnitën sepse ai po mësonte një doktrinë të pastër të përsosur, po mësonte ligjin e Mojsiut. Lavdi Perëndis ton, sa bukur dhe çfarë ndjenin ata njerëz kur ju hapën syt, kur Zoti filloi t'u fliste këtu qartësisht për ligjin e Mojsiut, që ata kishin bërë një gabim të madh në interpretimin e fjalës së Zotit. Ne sot po ashtu kënaqemi me fjalët e Perëndis ton, me premtimet e tij,
dhe fryma e shenjtë që po ashtu po na ndihmon ne në këtë rrugë. Falenderojmë Perëndin ton sepse sot nuk jemi vetëm. Kemi frymën e shenjtë. Ai na mëson, na drejton, na orienton, na ngushëllon. Le ta duam Perëndin ton me gjithë zemër. Do t'i lutemi Zotit, do të falenderojmë Zotin dhe gjithashtu do t'i kërkojmë Zotit për nevojat, kërkesat, dëshirat e zemrës ton dhe gjithashtu për shërim, për mrekulli që Zoti të shfaqet. Atë i shenjtë, atë qellor. Të falenderojmë Zot për dashurinë tënde dhe mëshirën tënde. Faleminderit Atë i shenjtë për premtimet e tua, për fjalën tënde të shenjtë. Zot, jemi përpara pranisë tënde, Zoti im, për të kërkuar që të shtrish dorën tënde të fuqishme shëruese, që të bësh shërime dhe mrekulli dhe shenja mbi të gjithë personat që kanë nevojë, që dora jote e fuqishme të jetë mjeku hynor, aty duke shëruar shumë të sëmur, Zot, duke shëruar nga sëmundje të ndryshme, siç gjithmonë e ke bërë, Ati im, në emrin e Jezu Krishtit, Birit tënd të dashur, Zot, të kërkojmë, Zoti im, që të dëgjosh lutjen tonë. Shiko, Zot, kërkesat tona. Shiko nevojat tona. Shiko, Zot, dëshirat e zemrës tonë. Shiko shqetësimet, treshtimet, mundimet, sëmundjet. Të gjitha këto sjellin trishtim në qenien tonë. Të kërkoj, Zoti im, që ti të shikosh çdo burr, çdo grua, çdo person, çdo qenie që po të thërret, po të kërkon ty në këto momente. Shikoje, Zot, shtrije dorën tënde, shëro, çliro, pastro, beko, Zot, çliro dhe hiq mallkime. Prish magjit, qorto, Zot, frymrat e ndyra nga shumë trupa dhe çliro të robëruarit. Pastro gjithsecilin, Zot, pastro zemrat tona dhe na ndihmo të vazhdojmë të ecim përpara. Na jep forcë për të vazhduar. Na ndihmo Ati i shenjtë, beko popullin tënd, beko bijtë e tu, beko të gjithë ata që do dëgjojnë mësimin, Zot. Ata persona për herë të parë në kish, bekoj, shëroj, çliroj, jepu paqe, lumturi. Personat e rinj në kish, forcoj, që zemrat e tyre të jenë të forta dhe të vazhdojnë të ecin përpara deri në fund të jetës së tyre. Ati i shenjtë beko gjithsecilin. Faleminderit, Zoti im, për dashurinë tënde, faleminderit Atë për mëshirën tënde që na dëgjon. Faleminderit në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, i kërkojmë të gjitha. Amen. Lavdi Zotit. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Faleminderit Zotit, faleminderit Perëndis ton. Zoti im ju bekoft të gjithëve në mënyrë madhështore. Marshi një shi bekimesh. Vazhdoni ecni përpara, lexoni Biblën dhe ju lutem mblidhuni në kishën ton më të afërt. Kërkoni kishën ton që keni afër dhe shkoni që të merrni premtimet e Perëndis, bekimet e Zotit, që të dëgjoni profeci. Zoti ju bekoft të gjithëve. Një përqafim i fortë
dhe për fëmijët puthja. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft, juve këtu po ashtu.